Sekretari për bashkëpunim ndërkombëtar i LSDM-s Andrej Zhirinovski ka drejtuar kritika të ashpra ndaj qeverisë dhe ministrit të punëve të jashtme Tymço Mucunski, duke akuzuar për përhapje të gënjeshtrave dhe vetë demantim në lidhje me procesin e integrimit evropian, si dhe përkërcënime ndaj opozitës dhe qytetarëve. Sipas Zhirinovskit, Mucunski është e kapur në gënjeshtër, pasi para rreth 10 ditësh, gjithsesi më 3 gusht, ka deklaruar se po zhvillohen bisedime nën radar për zhvillimin e integrimeve në BE, ndërsa tani tha se vetë demanton këtë deklaratë dhe akuzon LSDM-n se gënjen. E shpallim fazën e re në VMRO, ndërsa faza e re është se pasi rregullisht na demantoni neve, tani kanë filluar të demantojnë vetveten. Pas 10 ditësh i erdhi ralla ta demantojnë vetveten, pra nuk bëhet fjalë për asnjë heshtje. Mucunski thjesht është kapur në gënjeshtër. I mënjhershëm ka qenë reagimi VMRO të PMN-s, të cilët i hedhin poshtë këto pohimet e opozitës, ndërsa Zhirinovskin e cilësojnë si ishe kryetar të pasukseshëm komune dhe ambasador të pasukseshëm. Nga partia në pushtet e akuzojnë gjithashtu Zhirinovskin se flet për lirinë e shprehjes, ndërsa sipas tyre LSDM-ja vazhdimisht shfaqet në televizione dhe media, duke shpikur tema dhe duke përpiqur të krijojë frikë e panik për të tërhequr vëmendjen publike. Prandaj me paraqitjen e sotme, Zhirinovski vetëm edhe një herë konfirmoi se është pjesë e llumit të LSDM-s, njerëz që gjithjetën kanë qenë në ndonjë funksion shtetëror ose partijak dhe të cilët për t'i mbajtur kultukët nuk e kanë problem të kalojnë nga një parti në tjetrën. Nga VMRO thonë se qytetarët e kanë vlerësuar tashmë LSDM-n në zgjedhjet e fundit dhe se sipas tyre në zgjedhjet e ardhshme ajo do të përfundojë në anën e errët të historisë.